Samiti i OSBE-s i organizuar në kryeqytetin serb me temën e luftës kundër terrorizmit ka kaluar në hijen e marrëdhënieve të Rusisë me Turqinë, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shefi i diplomacisë ruse Sergej Lavrov u shpreh i gatshëm të takojë kundërshtarët më të mëdhenj, sekretarin e shtetit John Kerry dhe po ashtu shefin e diplomacisë turke Mevlut Çavuşoglu. Për herë të parë janë takuar zyrtarët e Rusisë dhe Turqisë që pas incidentit me avionin rus në kufirin e Turqisë dhe Sirisë. Në një samit të kontrolluar edhe pse me shumë media e pak hapësirë për gazetarët, janë bërë takime që nxisin shpresën për ulje tensionesh në nivel global, edhe pse kjo duket e vështirë. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe të Bashkimit Evropian kanë thënë se lufta kundër terrorizmit duhet të jetë e përbashkët dhe vendosur, pasi problemet në këtë rast mund të zgjidhen për disa muaj. Serbia është udhëheqëse e këtij mandati të OSBE-s dhe në samit kanë marrë pjesë delegacione nga 58 shtete. Idro Seferi, Top Channel, Beograd.